Nga parada e pavarësisë tek aktivitetet kulturore artistike dhe panairi i produkteve lokale. Këto janë aktivitetet që pritet të zhvillohen në Vlorë me rastin e 28 nëntorit nga Bashkia e Vlorës. Institucioni më i lartë vendor ka publikuar tashmë edhe agjendën, ndërsa u bën thirrje edhe qytetarëve dhe bizneseve që t'japin kontributin e tyre në veshjen kuqezi të qytetit. Bashkia e Vlorës ka planifikuar një ser aktivitetesh të rëndësishme me rastin e 28 nëntorit. Festojmë pavarësinë 28 nëntor, një ser aktivitetesh që nga parada e pavarësisë, orkestra simfonike, cirku kombëtar, koncert festiv, por edhe show, do të mund të sjellin një atmosferë të rësisht festive në Vlorë. Bashkohu edhe ti, është kjo thirrja e Bashkisë së Vlorës në kuadër të paradës së pavarësisë, por edhe në kuadër të nismës Veshim Vlorën kuqezi, një shtëpi, një flamur. Po ashtu do të zhvillohet edhe panairi produkteve lokale në sheshin Pavarësia në datën 28 nëntor, ku do të marrin pjesë artizan dhe prodhues vendas, të cilët do sjellin krijimet e tyre në Vlorë gjatë festave të nëntorit. Në agjendën e publikuar nga Bashkia e Vlorës bëhet me dije se në orën 10 do të zhvillohet si gjithmonë ceremonia zyrtare e ngritjes së flamurit në sheshin e Flamurit, ndërsa në orën 11 të 28 nëntorit do të zhvillohet parada e pavarësisë, një paradë festive me pjesëmarrje nxënësve nga shkollat e qytetit dhe grupet e qytetarëve, shoqëruar nga makina retro dhe Vespa, përgjatë bulevardit Ismail Qemali. Në orën 11:30 të datës 28 nëntor pritet të zhvillohet aktiviteti Rinia në zemër të Vlorës, një aktivitet me muzikë patriotike, valle ballkanike, polifoni dhe magjia e cirkut kombëtar në sheshin tek Treracat. Në orën 12:30 do të zhvillohet festivali folklorik Shqipëria feston në Vlorë. Grupet polifonike nga trevat e ndryshme të Shqipërisë dhe Ballkanit do të sjellin këngët dhe vallet tradicionale në sheshin pranë stadiumit. Ndërsa në orën 17 të 28 nëntorit, ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve popullore do të zhvillojë aktivitetin pranë teatrit Petro Marko. Ndërsa në orën 17:30 në shtëpinë e Pavarësisë do të jetë orkestra simfonike e forcave të armatosura me performancë muzikore dhe vizuale të orkestrave simfonike, shoqëruar me projektin artistik mbi fasadën e shtëpisë së Pavarësisë. Ndërsa në orën 18:30 në sheshin e Flamurit do të zhvillohet edhe një koncert festiv, ku do të marrin pjesë këngëtar dhe grupe të njohura si Elita 5, Fifi, Aurel Gjini, Kapital T e të tjerë. E janë në Vlorë të festojmë së bashku 28 nëntorin në atmosferën festive dhe në programet e larmishme, të cilat do të zhvillohen nga Bashkia e Vlorës.